Edhe këtë të enjtë keni një përshëndetje të përzemër të gjithju miqë të radio televizionit Njës të Nja e miqë të librit. Edhe ky takim yni ka në qendër një vepër shumë interesante. Është fjala për romanin Krokama të shkrimtares njëkohësisht juristes Drenusha Zajmi Hoxha. Një vepër në cilën është i gërshetuar fati trishtueshëm i njerëzve me ndodhit papritura cilat duken si t'jenë vërteta. Por përkundër mizorive të përjetuara, edhe mëtej personazhet përpiqet ruajnë cilësimet më njerëzore, dhemshurinë, dinjitetin dhe dashurinë. Romanin më të mirë të vitit 2013, vlerësuar nga Ministria e Kulturës, u prezantojmë sot në Papirus. Romani Krokamat i autores Drenusha Zajmi Hoxha është roman që përmes temave të trajtuara, përmes mënyrës së rrëfimit dhe realitetit që e karakterizon, ka lënë përshtypje të veçantë te lexuesit. Njëra ndër to është edhe lexuesja Sebahate Hajdini Beqiri. Romani Krokamat i Drenusha Zajmit pra ka marrë çmimin për veprën më të mirë letrare pra të shkruar në prozë, por si erdhi deri te shpallja e këtij romani fitues kur dihet se patjetër ka pasur edhe romane të ndryshme në këtë garë. Për këtë tregon antari jurist Bekzat Baliu, i cili po ashtu thekson se shkrimtarja Drenusha Zajmi Hoxha është njëra ndër shkrimtaret e mira bashkohore. Për këtë roman ka folur edhe vetë autorja e tij Drenusha Zajmi Hoxha në intervistën cilën e kemi realizuar me të, ku mes tjerash mund të kuptoni pse romani mban pikërisht titullin Krokamat, cili është mesazhi i veprës, cilat janë temat e trajtuara në të tjerë. Përgjigjen e merrni nga autorja Zajmi Hoxha. Vepra e mirë gjithmonë e gjen rrugën për tek lexuesit dhe puna e shkrimtarit shpërblehet, patjetër edhe ndonjë shpërblim, siç ishte rasti me Drenushën, është i mirëpritur për ta. Romani Krokamat i autores Drenusha Zajmi Hoxha është roman që përmes temave të trajtuara në përgjithësi mënyrës së rrëfimit dhe realitetit që e karakterizon, ka lënë përshtypje të veçanta tek lexuesit, të cilat ne u sjellin përmes kronikës në vazhdim. Romani Krokamat është një dramë në cilën ngërshetohen shumë elemente psikologjike dhe sociale dhe disa histori rrëqethse e tragjike të cilat pas një kthese të madhe të papritur në fund ndërthuren në një të vetme. Me rënien e perdes së hekurt, një kombindar theu kufirin. Bianca e Margarita, dy vajza të reja nga jetimorja në Shqipëri, vinë në Kosovë dhe bëhen viktima të prostitucionit. Dhe këtu autorja Zajmi Hoxha paraqet fate të trishtueshme njerëzish andej e këndej kufirit. Ky roman paraqet përpjekjet e personazheve që përkundër mizorive të përjetuara, siç janë pabesia e goditjet jetësore, të ruajnë të paprekur disa nga elementet më qendrore të jetës, dhemshurinë, dinjitetin dhe dashurinë. Krokamat është edhe një klithje, një pamflet shoqëror i cili do t'i shërbej popullit shqiptar në procesin e rigjetjes së vetvetes. Pos prostitucionit, romani trajton edhe tematikën e përdorimit të narkotikëve. Djaloshi i ri Shendi bie prej shoqërisë së keqe Albertit dhe humbet në botën e errët të drogës. Në roman po ashtu përmendet Liza, vajza që lind me sindromën Down. Reagimi që ka Elma si Hana, familja e të tjerë, janë të gërshetuara në mënyrë shumë reale, thot lexuesja Sebahate Hajdini Beqiri, e cila po ashtu është nën e një fëmije me këtë sindrom. Unë mund të them që Drenusha aq mirë e ka përshkruar realitetin e një familjes kosovare, që nuk kam fjalë tjera ta gjej që aq mirë janë përputh gjanat, edhe aq shumë ka mundur të depërtoj në mbretësinë e një nëne që lin një fëmijë me Down syndrom. Ndërsa marrë në përgjithësi veprën Krokamat, lexuesja Sebahate Hajdini Beqiri thotë se është vepër në cilën e gjejnë veten shumë familje. Përgjithësi, të gjitha rrëfimet tjera në libër kanë qenë rrëfime që çdo familje apo ne si shoqëri pas lufte i kemi përjetu ato ngjarje dhe janë ngjarje shumë reale. Që kur të lexon librin, se shumë shpesh në libra të ndryshme ka edhe ngjarje imagjinare, e sheh që është diçka një realitet që secili prej neve e ka përjetuar.
Romani Krokamat ka 383 faqe dhe mund ta bëni tuajin për vetëm 7 euro. Romani Krokamat i Drenusha Zajmit pra ka marrë çmimin për veprën më të mirë letrare të shkruar në prozë për vitin 2013, por si erdhi deri te shpallja e saj fituese, kur dihet se ka pasur romane të ndryshme që kanë qenë në këtë garë. Për këtë ne kemi intervistuar profesorin njëkohësisht edhe kritikun letrar Begzat Baliu, i cili ka qenë pra pjesë e juris. Ai ka treguar veçantit e këtij libri, si dhe mes tirash ka theksuar që Drenusha Zajmi Hoxha është njëra ndër shkrimtarët e mira të letërsisë bashkëkohore. Nga metastaza mori titullin Krokamat dhe edhe pse Krokama simbolizon diçka të keqe, ky libër i solli suksese autores Drenusha Zajmi Hoxha, mes tjerash edhe çmimin e ndarë nga Ministria e Kulturës së Kosovës për romanin më të mirë të vitit 2013. Për të kuptuar më shumë rreth garës dhe arsyeve që e bën këtë libër fitues, ne u drejtuam për në Fakultetin e Edukimit për të takuar me profesorin njëherësh kritikun letrar Begzat Baliu. Ai thotë se kishte konkurrencë mes veprave të rëndësishme, por arsyeton pse pikërisht këtë çmim e mori autorja Zajmi Hoxha. Po përmend këtu librin e Aga Pollonit, Ulërima e Ujkut dhe librin e Albatros Treqet, e Dith. I pari i vlerësuar gjithashtu me një çmim në Prishtinë, me një çmim të lartë, dhe i dyti shumë i popularizuar në panarinë e fundit në Tiranë. Dhe me shitje, ekzemplarë të shumë. Flas gjithmonë sipas shtypit. I pari në këtë rast, me që kishte marrë një çmim, dhe autori i romanit, Aga Polloni, kishte marrë 2 çmime më herët, në një farë mënyre, për shkaqe thjesht etike, po them, kishtin parasysh që ky autor me këtë roman, i cili nuk kishte ndonjë vlerë kush e di sa, s'po flasim për vlerat e zakonshme, po flasim për vlera të cilat i ka sjell në fund edhe vetë krijuesi, doli nga rendi të them. Ndërsa vepra e Albatrosi dhe vepra e Drenushës kishin afërsi edhe në stilin, edhe në temën, edhe në metodën, ishte pothuajse një model i shkrimit. Pothuajse një model i shkrimit. Në këtë rast, siç ndodh zakonisht edhe në shoqëritë tona, i dhan përparësinë Drenushës me romanin Krokama, për arsyes që dinin disa elemente tematike, disa elemente një qasje pak më të ngritur në fushën e artikulimit, të mendimit, sidomos të shkrimit, edhe pse sintaksa e saj, duket e dallueshme edhe prej shkrimeve të tjera, erdhën në një përfundim në mënyrë unanime që në këtë rast romani Krokama të marrë çmimin për prozë. Profesori Baliu tregon për veçantitë dhe elementet gjuhësore që përbëjnë veprën Krokamat. Kjo ka të bëjë një me hulumtimin në mënyrë të veçantë të fatit të femrës shqiptare. Ne kemi shumë romane, edhe aktorë në romane shumë popularizuar, që flasin për fatin e femrës shqiptare, por ky është një roman mjaft i veçantë, mjaft i arrirë ta quaj. Ajo shquhet edhe për një artikulim, për një ndërtim të mendimit, për gjuhën e pasur, për një sintaks të veçantë, të cilën shpeshherë lexuesit ndoshta ndonjëherë dhe nuk e kuptojnë, e konsiderojnë gjuhë pak a shumë rajonale, të folme qytetare, prej të cilave sigurisht ajo nuk është liruar, prej të folmes së Prizrenit, ndoshta prej ndikimeve të turqizmave të ndryshme, por në veprën e saj, në këtë vepër, në të shumta rasteve marrin vlera stilistike, vlera estetike dhe i japin karakter një vlerë më të lartë estetike vetë romanit. Një vepër e arrir realizohet nga një shkrimtar i arrir. Profesori Baliu, shkrimtaren Drenusha Zajmi Hoxha, e vlerëson si njërë ndër shkrimtaret e mira të letërsisë bashkëkohore. Po i them, njëra prej shkrimtarëve të mira të letërsisë shqipe në letërsinë e sotme bashkëkohore
Drenusha Zajmi Zeni Vend Gjatë. Ky roman, sipas profesorit Begzat Baliu, do t'jetë i pranueshëm edhe për studentët, pra për brezin e ri. Gjuha e pasur, sintaksa e veçantë, tematika e të tjerë e kanë bërë romanin Krokamat të autores Drenusha Zajmi Hoxha, romanin më të mirë të vitit 2013, shpallur nga Ministria e Kulturës së Kosovës. Po prandoqën vlerësimin e profesorit, njëherë Shantali të juris Begzat Baliu për veprën Krokamat dhe vlerësimin e saj vepra më e mirë letrare në prozë për vitin 2013. E tani është radha që nga vetë autorja Drenusha Zajmit kuptojmë për procesin e shkrimit të librit, për arsyen që e kanë shtyra atë të merret me tematika krejtësisht të vërteta shoqërore. Cili është mesazhi i veprës e të tjerë që gjitha përgjigjet i merrni në intervistën cilën e kemi zhvilluar me autoren Zajmi Hoxha. Me autoren e romanit Krokamat, Drenusha Zajmi Hoxha, u takuam pikrisht në kohën e caktuar. Kishim zgjedhur një ambient të ngrohtë e të mirë për plot me libra, librarin Artini. Zonja Drenusha, sa po mora ndor librin tuaj, pa tjetër që gjëja e parë që më ranë sy ishte titulli Krokamat dhe me njerë një kurreshtje pse Krokamat, pasi që dihet se ato nuk simbolizojnë diçka të mirë. T'ju them të drejtën, tërkohën që e kam shkruar librin, e kam quajtur Metastazat. Ishte ashtu një titull provë që zakonisht e praktikojnë shkrimtarët derisa shkruajnë një vepër. Një si thua test titull. Por isha e bindur që do t'i mbetet në fund sepse kërkoja diçka që do t'i paraqeste disa fenomene të këqija të cilat shpërndohen në shoqëri, edhe që shumë shpesh nuk janë të shërueshme dhe çka mund t'i paraqiste më mirë se sa metastaze. Por në fund, pak para se të botohej libri, bashkë me botuesin tim zotin Xhevair Leshi në Tiranë, shtëpia botuese Uegen, e menduam se titulli mund të tingëlloj paksa si medicinal, si frikshëm, dhe duke dhënë kështu propozime, erdhëm tek titulli Krokamat, dihet Krokamat vërtet janë si një paralajmërues i diçka të keqe dhe po kështu është ngjarja edhe në roman. Do të thotë Krokamat paraqet një thirrje, një si të thuash një thirrje të popullit për diçka që ai po ndjen se po vjen, por që nuk e ka forcën që ta përballojë. Në t'i bërhasim ngjarje vërtet gërshetuar në mrekullueshëm, por që kanë në fokus ta them edhe dukurit negative që i hasim në shoqërinë tonë, siç janë për shembull droga dhe prostitucioni, por edhe tjera. Na thoni pse pikrisht u frymëzua të shkruani për to? Po, fillimisht ju them se librin unë e përjetoj si një qenje të gjallë, si diçka që krijohet pi dy qelizave, si krijesa njerëzore. Ashtu edhe libri mund krijohet prej dy ngjarjeve që mund të jenë krejtësisht reale dhe prej tyre të zhvillohet një një rrëfim apo krijesë ta quaj, e cila është fiktive, por që megjithatë në vetin ngërthen copëza jetash të njerëzve të cilët jetojnë pranë nesh. Dhe duke qenë se ne jetojmë pranë atyre njerëzve të cilët me një pikë ose tjetrën janë prekur për këtyre fenomeneve, nuk kemi si të qëndrojmë indiferent ndaj tyre. Dhe unë jam munduar që këto tema mos t'i kemi më tabu. As në jetën e përditshme, po as në krimtari, po t'i themi haptas në mënyrë që t'i luftojmë ato. Sepse nëse do t'i mshefim gjithmonë ose do t'i konsiderojmë turp, ne nuk do të mund edhe t'i luftojmë. Kjo ishte përafërsisht ideja dhe dëshira ime për ta paraqitur në një mënyrë sa më letrare, të them, diçka që është krejt reale në jetën tonë. Dhe mund të themi se ky libër është një revolt ndaj realitetit në cilin po jetojmë? Po dihet sepse pas lufte, po dhe përpara,
ekonomia dihet në Kosovë kur s'ka qenë lullëzimin e saj. Por pas lufte, jo vetëm që s'ka qenë lullëzimin e saj, por është vëra me një farë mënyrë ekonomia. Dhe pastaj janë krijuar dhe tipa 3 njerëzish, mbase ne shkrimtarët i shohim ashtu. Edhe për shembull kanë ardhur një tip i ri njerëzish, të cilët për shembull kanë dalur nga klasat pak më të ulta dhe kanë kapërcyer në elitat shoqërore dhe kanë ndodhe kundërta mjerimi i shoqërisë, intelektualëve, dhe është zhdukur ngadalë ajo shtresa e mesme. Por me këto janë zhdukur edhe idetë të cilat na janë dukur dikur shumë të çmueshme. Për shembull ndihma tjetrit, barazia, në atë kuptim, domethënë mirësia. Dhe tash të gjitha këto janë zavendësuar me atë të kesh më shumë, të luftosh më shumë, të jesh i pari në pasuri e këto, dhe po më duket se ka humbur ajo, të thojmë, jo vetëm mirëqenia e njerëzve, por dhe dëshira për të ndihmuar. Natyrisht që ka qenë po dëshira ime një farë revolte për të treguar se gjërat duhen ngadalë të vinë në vend dhe njerëzit të cilët e meritojnë, domethënë të jenë në pozitat që janë të vinë. Të gjitha këto i lexoni në roman. Shpresoj që ja kam dalur, t'i them në mënyrën ashtu si kam dashur. Për gjithë ata që akoma se kanë pasur në dorë librin, mund të na thoni se cili është mesazhi që keni dashur të përçoni përmes librit Krokamat, pra? Duke qenë se tregova se romani im ngërthen copsa jetësh të njerëzve, të cilat jo vetëm që formojnë një rrëfim, po e formojnë atë që quhet jetë. Unë jam menduar që personazhet e mia në një botë kaotike, siç është kjo e jona, ta ruajnë megjithatë, edhe pse kanë humbur shumë gjëra, jo veç materiale, por dhe shpirtërore, megjithatë të jenë aq të fortë edhe ta ruajnë atë çka është e çmueshme te njerëzorja, dinjitetin, dashurinë, mirësinë, atë të fortën te njeriu dhe ta bartin tek të tjerët. Domethënë që synoj që personazhet e mia të mbesin njerëz aty ku të tjerët kanë humbur sensin e jetës. Sonja Drenusha, si do ta cilësoni këtë roman për krimtarin tuaj, pasi që dihet se sfundmi libri juaj Krokamat mori edhe çmimin e parë nga Ministria e Kulturës? Por a dini si, çdo shkrimtar mendon që ajo vepër që po e shkruan momentalisht është më e mirë se ajo paraprakja, por kur kryhet, mendon se megjithatë nuk e ka dhënë krejt atë që ka mundur. Edhe unë ashtu njësoj ndihem. Domethënë, natyrisht si e cilësoj si një libër të mirë në radhët e atyre që kam shkruar dhe natyrisht është një farë kulminacioni në karrierën time si shkrimtare, me që jam vlerësuar me çmimin e parë, që e jep çmimin vjetor për letërsi që e jep Ministria, por natyrisht se tentoj gjithmonë të bëhem më e mirë, të kultivoj ende më tepër të shkruarit dhe shpresoj të dalë edhe me romane më të mira në të ardhmen. Na tregoni pak për procesin e shkrimit të librit. Po, qëllimi do të thotë vërtet nuk është e romani vetëm rezultati, por procesi. Do të thotë se ju në fillim veç e filloni edhe përmbajtja nga njëherë nuk del edhe ashtu si që ju keni dashur, se ndonjëherë personazhet vetë ju çojnë aty ku edhe ju nuk keni menduar. Për shembull, një personazh si Bianca që është në fillim, unë nuk kam menduar, do të thotë në fund, ta ketë fundin sikurse që e ka në libër, por krejt ndryshe. Pastaj, duke u lidhur me historitë e personazheve tjera, e shihni se është shumë mirë kështu, shumë reale, ose shumë më e vërtet, edhe e ndryshoni, do të thotë. E në përgjithësi, po mendoj se letërsia e sotme ka një farë logjike sociale, edhe mendoj se kemi, në përgjithësi unë dhe shkrimtarët e gjeneratës sonë, kemi arritur që ta kemi një farë realizmi të ri në këto që po shkruajmë. Ju jeni e diplomuar për drejtësi, nga ana tjetër merreni me shkrime, si keni kombinuar këto të dyja? Po,
dëshira ime për të qenë juriste ka qenë, do të thotë, jo fort si prej kur kam qenë e vogël, por unë kam qenë fëmijë që kam pas interesime të shumta. Dhe mbase pak e ndikuar edhe nga xhaxhai im Gazmendi Zajmi, që ka qenë jurist dhe me të cilin kam qenë e lidhur shumë, por edhe nga dëshira për të parë drejtësi në botë, e kam kryer fakultetin juridik, por duke qenë se jam edhe fëmijë i një poete që ka qenë ndër poetet e para në Kosovë, e cila nuk jeton më, nëna ime Sevdije Boshnjaku Zajmi, si duket janë, do me thënë, gjenet e saj i kam kultivuar më tutje, duke vazhduar të shkruaj në disa zhanre. Se në fillim natyrisht kam shkruar poezi, pastaj prozë, unë mirem edhe me publicistik, jam kolumniste, edhe shkruaj libra për fëmijë, ku ndihem shumë mirë, edhe romane. Tani nuk di të ardhmen. Kam provuar edhe në dramë, nuk di ardhmja si do të vi, për derisa të kem frymëzim të shkruaj, mendoj që ky do të jetë profesioni im primar. Sonja Drenusha, çka po shkruani aktualisht? Po, momentalisht unë jam duke shkruar një libër me poezi, e kam të përfunduar dhe ai libër me poezi përmban poezitë e mia 2 dekadëshe, sepse kurse si s'po vendos që t'i botoj. Gjithmonë po del libër i ri, po e botoj, ai po ngelet. Ndërsa jam duke shkruar romanin e tretë, që është krejt ndryshe prej këtyre 2 të parëve që kanë pasur pak a shumë karakter social. Ai është pak një thriller psikologjik, të them kështu. Ndërsa sa i përket zhanrit të letërsisë për fëmijë, kam bërë diçka më karakteristike këtë herë. Kam bërë një thirrje, një ftesë fëmijëve të shkollave fillore, kudo që jetojnë, do të thënë Shqipëri, Kosovë, diasporë, të më dërgojnë ilustrimet e tyre. S'do të thotë shumë të arira, ato s'ti ju ndjen atyre zemra, dhe në atë mënyrë unë do t'ju përshtatem atyre. Do të thotë, unë do t'ju përshtatem ilustrimeve tyre, dhe në fillim nuk besova se do të ketë atë shumë, do të thotë, përgjigje kësaj thirrjes sime, por më erdhen afër 400 ilustrime prej gjitha vendeve, e po punoj shumë, po ndihem shumë e lumtur, dhe vërtet ka tema prej të lloj-llojshme të imagjinatës fëmijëve, dhe tentoj që ky libër të jetë si një libër ekspozit, faktikisht, ku do të jenë edhe tekstet e mia, edhe ilustrimet e fëmijëve, dhe të gjitha parat që do t'i mbledhim prej shitjes librit, do t'i falim për fëmijët e sëmurë me kancer, ashtu siç i kam dhuruar edhe me 2 librat e parë për fëmijë, një herë në SOS fshatin dhe dytën në organizatën për sindromën Down. Pikërisht këtu desha dalë edhe unë për shkak se dihet që fitimet, ta themi, nga shitja librave tuaj vë keni dedikuar personave në nevojë. Po. Si erdhe deri tek kjo? Po, shqyqoni, çdo njeri prej nesh mund të bëjmë diçka, nëse dëshirojmë të ndihmojmë. Nuk do të thotë sa, edhe si, por me atë si mundemi ne. Kjo ka qenë mënyra ime që kam gjetur, dhe natyrisht i falenderojmë shumë botimeve koha, të cilat librat për fëmijë mi kanë botuar, dhe natyrisht ata janë marrë me reklamimin, shpërndarjen, kjo është një pjesë shumë e rëndësishme. Dhe ja kam dalur një anë drejtime të ka hershme që të ndihmoj. Edhe me romanin tani, do të thotë, kam bërë një thirrje po ashtu për ndihmë, sepse dua që mjetet e romanit t'i dhuroj për vajzën, që është vajzën Rebeka Regjepin, që po kurohet jashtë Kosovës, dhe kjo është po ashtu mënyra ime që po provoj të ndihmoj. Dhe shpresoj që ta bëjnë edhe të tjerë, sepse ndonjëherë thonë se bëmirësia është ngjitse, dhe kam dëshirë që spaku t'ja kujtoj dikujt që edhe me pak mundet. Ju falenderit shumë. Kënaqësia ishte imja, faleminderit shumë për ftesën.
Po pra ishte intervista me autoren e librit, e cila mes tjerash është edhe mjaft bamirëse ku gjitha fitimet nga shitjet e librave të saj i dedikon për bamirësi. Andaj edhe ju po ta blini librin jo vetëm se do të bëheni pjesë e një rrëfimi të mrekullueshëm, por edhe do të kontribuoni për personat në nevojë. Alain de Botton ka thënë ajo çka e bën një libër të mirë është se e lexojmë në momentin e duhur, ndërkaq edhe ju besojmë se do ta gjeni një kohë dhe t'ia kushtoni romanit Krokamat. Deri javën tjetër besojmë se do ta keni lexuar këtë vepër dhe patjetër ju lëm në shoqëri edhe më tej të Radio Televizionit 21. Mirëmbëjtje. Thank you.